Zgjedhja e zemrës. Një jetë mes dy grave në qytetin e Vlorës, ku era e detit përzihej me tingujt e jetës së përditshme, jetonte një burr 75 vjeçar me dy gra. Një histori që për shumë kënd mund të dukej e vështirë për të besuar, ishte pjesë e jetës së tij prej dekadash. Ai kishte ndërtuar një familje të madhe, kishte përjetuar lumturi dhe dhimbje, kishte parë fëmijët e tij të rriteshin dhe kishte ndarë momente që vetëm vitet mund t'i bënin të vlefshme. Por pikërisht në këtë kohë, kur mendonte se mund të jetonte pa më dyshje të ardhmen e tij, një hije e errët e tradhtisë u fut në jetën e tij. Një nga gratë e tij, ajo që kishte qenë bashkëshortja e tij më e vjetër dhe shoqja e zemrës për dekada, kishte filluar të largohej me mendje e shpirt nga ai. Ai e ndjente që diçka nuk shkonte, por zemra e tij nuk mund të pranonin faktin se ajo po e tradhtonte. Ai e donte të dy gratë e tij, secilën në mënyrën e vet. Njëra, e njohur që nga rinia, me të cilën kishte kaluar vite të tëra bashk, me kujtime të ngrohta dhe sakrifica të përbashkëta. Tjetra, më e re dhe më e freskët, ishte një kompani e këndshme për ditët e tij të qeta, një mundësi për të rigjetur pjesë të humbura të lumturisë. Çdo ditë, kur hynte në shtëpi, ndihej si të ishte mes dy botëve. Në mëngjes, ajo e tradhtuar, me buzëqeshjen e saj të vjetër, bënte që të gjithë kujtimet e viteve të shkuara të dilnin përpara. Në mbrëmje, ajo e re, me dashurinë e saj të sinqertë, i sillte një lumturi të paqëndrueshme, por të domosdoshme. Ai e dinte që tradhtia nuk mund të fshihej për shumë kohë, dhe megjithatë nuk kishte guximin të vepronte. Të ndante njëra nga gratë, do të thoshte të prishte pjesë të vetes së tij. Ai nuk mund ta imagjinonte jetën pa të dyja, edhe pse njëra po e lëndonte në mënyrë të thellë. Zemra e tij ishte coptuar mes dhimbjes dhe dëshirës për të mos e humbur askënd. Në Vlorë, ku çdo gjë është e njohur nga fqinjet dhe fjalët udhëtojnë shpejt, ai përpiqej të mbante gjithçka të fshehtë. Por syri i qytetit nuk e falte tradhtin. Miqtë e tij filluan të pyesnin, fëmijët e tij ndjenin tensionin, dhe ai vetë ndjente një lodhje të thellë shpirtërore. Në netët e qeta, kur deti pushonte dhe hëna ndriçonte shtëpinë e tij, ai rinte vetëm në verandë, duke menduar për atë që do të bënte. Mendimi për t'i lënë të dyja gratë i dukej i pamundur. Zemra e tij thoshte, nuk mund t'i humbas të dyja, por mendja i thoshte, duhet të zgjedhësh ose do të digjesh në vetmi dhe dhembje. Mes dy botëve ditët e Vlonës kalonin ngadalë, por për burrin 75 vjeçar, çdo moment ishte i mbushur me dilemën e tij të brendshme. Ai ndihej si një urë që lidhte dy brigje të kundërta. Njëri i mbushur me kujtime dhe tradita, tjetri me shpresë dhe energji të rinisë. Çdo herë që shikonte gratë e tij, ndjente një kombinim dashurie dhe dhimbjeje që e shkatëronte brenda. Gruaja e parë, ajo që kishte ndarë me të dekada të tëra, filloi të tregonte shenja të largimit të saj emocional. Në fillim ishin gjeste të vogla, një buzëqeshje që nuk kishte ngrohtësi, një heshtje që zgjaste më shumë se zakonisht, por më vonë, burri mësoi për takimet e saj jashtë shtëpisë. Ishte një dhimbje e papërshkrueshme, një thikë që depërtonte në zemrën e tij. Ai e donte ende, ndonse ajo po e tradhtonte, por ndjenja për humbjen e saj ishte e padurueshme. Në të njëjtën kohë, gruaja e dytë, më e re dhe më e gjallë, ishte gjithmonë aty për të mbushur boshllëkun. Ajo i sillte buzëqeshje, kujdes dhe një energji që i kujtonte ditët e rinisë së tij. Por për çdo moment lumturie që ndjente pranë saj, mendimi për tradhtinë e gruas së parë e vriste nga brenda. Një pjesë e tij dëshironte të riste mure për të mbrojtur veten, ndërsa tjetra ishte e pafuqishme përballë emocioneve të përzierura. Fëmijët e tij filluan të ndjenin tensionin. Ata shikonin se babai i tyre ishte i mërzitur, i shpërqendruar dhe shpesh i trishtuar. Ata nuk e kuptonin plotësisht situatën, por ndjenin kur dhimbja e tij prekte çdo hap që merrnin në shtëpi. Disa herë i thoshin, babi, pse je kaq i zymt? Dhe ai përgjigjej me një buzëqeshje të forcës, duke fshehur brishësinë e tij, sepse nuk mund t'u tregonte fëmijëve një realitet kaq të dhimbshëm. Një mëngjes, pas një nate të gjatë pa gjumë, ai vendosi të fliste me gruan e parë. E gjeti ulur pranë dritares, duke shikuar jashtë si të kërkonte diçka që nuk mund të gjente. Nuk mund të vazhdojmë kështu, tha ai, me zërin e tij të ngurtë, por me shpirtin që dridhej. Ajo e ktheu kokën dhe ai pa një hije pendese, por edhe vendosmërie në sy. E di që kam bërë gabime, tha ajo, por ndjenjat nuk janë gjithmonë nën kontrollin ton. Ai e kuptoi fjalën e saj. E kuptoi se dashuria nuk është gjithmonë e drejtë, dhe se ndonjëherë njerëzit e lëndojnë ata që duan më shumë. Por zemra e tij nuk mund të pranonin humbjen e saj. Ai nuk mund ta linte të ikte, edhe pse e dinte që ajo po e tradhtonte. Në ndërkohë, gruaja e dytë, që e kishte ndjer distancën dhe tensionin, i afrohej më shpesh. Ajo përpiqej ta mbështeste, ta qetësonte dhe t'i rikthente besimin te lumturia. Nuk mund të jetojmë në errësirë të përhershme,
i thoshte ajo. Por ai nuk dinte si t'i përgjigjej. Zemra e tij ishte ndarë në dysh, dhe çdo përpjekje për të zgjedhur ishte e tmeshme. Ai kalonte netët duke reflektuar mbi jetën e tij, mbi çdo vendim, çdo sakrificë dhe çdo dashuri që kishte dhënë. Ai kuptoi se nuk mund të fshihej përjetësisht. Një ditë, ose do të duhej të zgjidhte, ose do të vazhdonte të digjej në brishësinë e vet. Përballja e padurueshme ditët e Vlorës vazhdonin të shkonin ngadalë, por tensioni në shtëpinë e burrit 75 vjeçar kishte arritur kulmin. Çdo gjë dukej se rrëshiste drejt një përplasje të pashmangshme. Tradhtia e gruas së parë, që kishte qëndruar e fshehtë për një kohë, tani nuk mund të mbahej më. Ai e dinte se do të vinte momenti kur fjalët do të dilnin dhe e vërteta do të thyente heshin e tyre të përbashkët. Një mbrëmje, pas darkës, ai vendosi të fliste hapur. U ul në dhomën e ndenjes dhe tha me zë të qetë, por të ngurtë, duhet të flasim. Nuk mund të vazhdojmë kështu. Diçka nuk shkon mes nesh. Gruaja e parë e ktheu kokën, duke shmangur sytë e tij. Ishte e qartë se fjalët e tij kishin prekur një plag që nuk kishte mundur ta fshehte më. Pas një heshtjeje të gjatë, ajo tha: "Është e vërtet, kam gabuar, por nuk është vetëm për ty. Jam e hutuar, nuk e kuptoj më as veten." Ai ndjeu një dhimbje që i preku çdo muskull të trupit. Zemra e tij, që kishte qëndruar e fortë për dekada, po thyhej përpara syve të tij. Nuk mund ta fuste në fjalë atë që ndihej. Dëshira për ta falur, por edhe frika nga humbja. Gruaja e dytë, që kishte qëndruar e heshtur deri më tani, u ngrit dhe tha me zë të dridhur: "Nuk mund të vazhdojmë kështu. Po digjemi të gjithë në këtë errësirë. Duhet të vendosesh." Ai e shikoi me sy të lagur nga lotët e përzier me trishtim dhe ndjenja të tjera të paqartë. Ai e dinte se çdo vendim do të thyente një zemër, ndoshta të dyja, por zemra e tij nuk mund të pranonin të veçonte njërën mbi tjetrën. Ditët që pasuan u bën një ferr emocional. Ai përpiqej të gjejë mënyra për të shpëtuar marrëdhënien me të dy gratë, duke u lutur për një mënyrë që askush të mos lëndohej. Por realiteti ishte i pamëshirshëm. Dashuria nuk mund të qëndronte ndarë në mënyrë perfekte, dhe tradhtia nuk mund të harrohej. Një mëngjes, ndërsa ndiqte detin nga veranda, ai mendoi për jetën e tij të gjatë, për ditët e lumtura, për fëmijët që kishte rritur, për çdo sakrificë që kishte bërë për familje. Ai kuptoi se kishte ardhur momenti të bënte një zgjedhje, jo për veten e tij, por për të ardhmen e familjes së tij. Ai e thiri gruan e parë dhe foli me sinqeritet: "E di që më ke lënduar, por e dua dhe nuk mund ta imagjinoj jetën pa ty. Por nuk mund të vazhdojmë kështu, duke u dhënë plag njëri tjetrit." Ajo, me sy të lagur, u ul pranë tij dhe tha: "Edhe unë të dua, por ndonjëherë dashuria jon nuk është më e mjaftueshme për të na mbajtur bashkë." Ai më pas u drejtua te gruaja e dytë dhe tha: "Ti më ke dhënë gëzim kur mendja ime ishte e mbytur në trishtim, por nuk mund të lëndoj të parën. Nuk mund të zgjedh njëra dhe të shkatërroj tjetrën." Dhe kështu ai kuptoi se zgjedhja më e vështirë nuk ishte të zgjidhte njërin nga gratë, por të pranoj se dashuria e tij e ndarë ishte pjesë e natyrës së tij, dhe se nuk kishte mënyrë perfekte për të mbajtur të lumtura të dyja. Ai vendosi të qëndrojë mes tyre, me të dyja, duke pranuar dhimbjen, kompromisin dhe pasojat që do të vinin. Balanca e dhimbjes dhe dashurisë ditët që pasuan pas përballjes së madhe, ishin të mbushura me tension dhe heshtje. Ai kishte marrë vendimin e tij të qëndronte mes dy grave, duke pranuar dhimbjen dhe pasojat e zgjedhjes së paqartë. Por kjo nuk do të thoshte se gjithçka do të kthehej në normalitet. Gruaja e parë, e ndjerë dhe e lënduar nga tradhtia e saj, filloi të tregonte një distancë të natyrshme. Ajo nuk e kuptonte dot pse zemra e tij nuk mund të pranojë të largohej, pse ai refuzonte të bëjë zgjedhjen që do t'i jepte fund vuajtjes. Megjithatë, me kohë, filloi të kuptonte se dashuria e tij nuk ishte e thjeshtë. Ai e donte, por nuk mund të veçonte njërin nga gratë për të mos lënduar tjetrën. Gruaja e dytë, që kishte parë dhimbjen e tij, filloi të mësohej me një realitet të ri. Ajo nuk do të kishte kurrë garanci për vëmendjen e plotë të tij, por kishte vendosur të qëndrojë pranë tij, duke e mbështetur dhe duke u kujdesur për ditët e tij të vjetra. Ishte një dashuri e vështirë, e përzier me kompromis dhe sakrificë. Në familje, fëmijët e tij ndjenin tensionin, por me kalimin e kohës kuptuan se babai i tyre po përpiqej të ruante paqen dhe dashurinë mes dy botëve të ndryshme. Ata filluan të shikonin përpjekjet e tij, lodhjen e tij dhe ndjenjen e përgjegjësisë që e shtynte të mos vepronte në mënyrë drastike. Shumë herë, ai u ul pranë tyre dhe foli me butësi. Dashuria nuk është gjithmonë e drejtë, dhe ndonjëherë duhet të duash më shumë se një herë. Ndonjëherë duhet të duash edhe kur dhimbja të ndjek çdo hap. Fqinjet e qytetit filluan të flisnin. Historitë për një burr që mbante dy gra u përhapën, dhe disa e gjykonin, disa e kuptonin.
Ai kishte vendosur të mos ju përgjigjej fjalëve të tyre. Jetën e tij e jetonte sipas rregullave të zemrës, edhe pse ato nuk ishin të thjeshta. Ditët e vjetra të tij u bën më të qeta, por jo pa sfida. Ai mësoi të jetojë me kompromisin dhe dhimbjen e përhershme të zgjedhjes që nuk bëri. Çdo buzëqeshje nga të dy gratë ishte një kujtesë e lumturisë dhe dhimbjes njëkohësisht. Ai mësoi të vlerësoj momentet e vogla. Një kafe në mëngjes me një nga gratë, një bisedë sinqert me tjetrën, një ecje pranë detit duke reflektuar mbi jetën. Në moshën 75 vjeçare, ai kuptoi se dashuria nuk është gjithmonë e thjeshtë dhe e drejtë. Ajo shpesh kërkon sakrifica, kompromis dhe përballje me dhimbjen. Ai nuk ishte një hero, as një burr i përsosur. Ishte një njeri që donte dhe gaboi, por që mësoi të pranojë natyrën e komplikuar të ndjenjave të tij. Në fund, Vlona vazhdoi të frynte mbi qytetin e tij, duke sjell erë deti dhe kujtime të vjetra. Ai rinte në verandën e shtëpisë, duke parë horizontin dhe duke ndjer paqen e brendshme që vinte nga pranimi i jetës siç është, e bukur, e dhimbshme dhe plot dashuri të paqëndrueshme. Dhe kështu, mes dy grave dhe një qyteti të vjetër detar, ai gjeti ekuilibrin e tij, jo perfekt, por të vërtet dhe njerëzor.